Përkundrazi, amandamentet e shtetit, për çka bëhen? Ata bëhen në shërbim të qytetarëve. Na falë Zotit jemi shumicë absolute islame, mbi 95%. Me respekt për të tjerët, në asnjë rrethon nuk kemi urrëtie, as në udhëbillah s'kemi ndaj plan djallëzor, mendim e lere ma me folë, po me artikulu, ose runa zot me vepru, gjithmonë i dhajmë përparësi dialogut, bashkëpunimit tonë, për interesin gjithkombëtar, shtetëror, madje këtu nuk janë vetëm fjalë, po janë edhe vepra, të cilat falë Zotit edhe kemi dëshmu, të gjithë, dikush ma shumë e dikush ma pak, unë e mirëpres dhe e përgëzoj udhëheqjen e komunës së Prishtinës për këtë lajm fantastik të bukur që i përshtatet punonjësve publik edhe në shkolla, por edhe në komunë, pse mos mja mundësu nxënësve, arsimtarëve, mësimdhënësve, mi u përshtat koha që nuk hynë në hak të mësimit edhe të materjes për çka ata të bëhen për shkolla. Prandaj, gjithë ata të cilët dëshirojnë ta përgëzojnë e kanë kohën, po ata të cilët dëshirojnë të gjejnë pretekste të cilat janë me narrativa të ndërtuara që janë inekzistente, me plot kuptimin e fjalës është për keqardhje. Se ti je i lirë, ndaç agjero, ndaç mos agjero, ndaç beso, ndaç mos beso. Ne nuk ja u imponojmë, madje Zoti nuk e pranon adhurimin ton të imponuar. Zoti e pranon adhurimin i cili vjen si rezultat bindje, si rezultat dashurie, si rezultat respekti ndaj krijuesit gjithësisë. Pse na agjerojmë në kohë, sot është koha shumë e lehtë për agjeru, për shkak se jemi në kohë dimri, orari shumë i shkurtë. Po paramendo para 5-6 vite, ose pleqët e pleqëve tanë, qysh kanë agjeru gjysherit tanë, qysh kanë agjeru lokët gjyshet tona, ose stërgjyshet tanë, kanë pështy gjak, e kanë fshije në kosë, në drapën e shati, edhe nuk e kanë prish.